Nga data 1 korrik, disa nga të punësuarit në qendrën klinike Nën Tereza në Shkup do të kenë mundësi që veturat e tyre t'i parkojnë në hapësirat e kompanisë Limak në Shkup, ka njoftuar Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu. Aliu thot se në këtë mënyrë po i përgjigjen drejt për drejt problemi që ka shkaktuar kaos të përditshëm të parkimit në këtë kompleks shëndetësor. Ai theksoi se me zhvendosjen e veturave të punësuarve do të mundësohet parkim më i lehtë për pacientët. Në kushte kur mbi 6.000 njerëz kalojnë çdo ditë nëpër kompleks dhe më shumë se 2.500 prej tyre janë të punësuar, çështja e parkimit nuk mund të lihet në mëshirën e improvizimeve. Nuk mund të flasim për sistem funksional shëndetësor, nga ana tjetër të mos ketë qasje funksionale secili prej neve. Për këtë arsye, Ministria e Shëndetësisë ka nënshkruar memorandum për bashkëpunim me kompaninë Limak Shkup, me të cilën sigurojmë hapësira parkimi për 300 automjete, hapësira e cila do të destinohet për të punësuarit në institucionet shëndetësore që funksionojnë në kuadër të qendrës klinike Nën Tereza në Shkup. I pyetur lidhur me gjendjen aktuale të institucioneve shëndetësore, Aliu tha se fillimisht duhet të krijohet metodologji e re për krijimin e buxhetit në shëndetësi. Duhet të bëhet një metodologji dhe analizë e re për nevojat e kujdesit shëndetësor dhe të pacientëve bazuar në të dhëna më të reja që lidhen me demografin, sëmundjet e reja, nevojat e pacientëve dhe institucioneve shëndetësore, theksoi ai.